Këtë të hënë ka nisur viti i ri akademik 2025-2026 në të gjitha universitetet në mbar vendin. Universiteti i Tiranës mbetet edhe këtë vit zgjedhja e parë e maturantëve, ku janë mbi 11.000 student në të trija ciklet e studimit. Nga rreth 20.200 maturant në shkallë vendi, 60% e tyre kanë zgjedhur Universitetin e Tiranës, ndërsa në krahasim me 2024 janë 160 student më shumë që kanë zgjedhur Universitetin e Tiranës. Edhe pse ky vit i ri akademik nis këtë të hënë, procesi regjistrimit për studentët që nuk kanë zgjedhur ende vijon të jetë i hapur deri në 8 tetor. Procesi regjistrimit përmbyllet me raundin e tretë, ku të gjithë aplikantëve u jepet mundësia të regjistrohen në programet ku kanë mbetur kuota të lira, nga data 13 deri në 24 tetor. Për programet e mësuesisë interesi mbetet i ulët, ndërsa këtë vit janë rritur kërkesat në drejtësi, ekonomi, shkenca sociale, histori dhe filologji. Viti akademik 2025-2026 parashikohet të mbyllet në 25 shtator të vitit të ardhshëm.